Infrastrukturë moderne dhe mjedis i pastër. Rikonstruimi i rrugës regionale Tetov-Brvenic-Gostivar, 16 km me vlerë prej 2 milion euro dhe afat realizimi 2015-2016. Nyja e Brvenicës me vlerë prej 1 milion euro dhe afat realizimi 2014-2015. Rruga Tetov-Jazhinc me vlerë prej 2.5 milion denar. Rruga Tetov-Brvenic-Volkovi prej 21.5 km dhe vlerë prej 21.5 milion denar. Rruga Tearc-Jegunovc, vlerë 2.5 milion denar. Rruga Zhelin-Jegunovc, 13 km dhe vlerë prej 8.5 milion denar. Furnizimi me ujë dhe largimi me ujë të pishëm dhe largimi ujrave fekal me mjete nga Banka Europiane. Për Zhelinën janë ndarë 548.365 euro, Jegunovc 382.895 euro dhe Brvenic 356.383 euro.